më bën shumë përshtypje që opinioni publik patjetër intereson kaq shumë një veprim i tillë ose po themi japin përmasa kaq të mëdha, sesa në fakt se sa gra mund të vriten, se sa mund të jetë i zhvilluar fenomeni i dhunës. Po kjo është gjë tjetër. Vriten gratë dhe njerëzit nuk reagojnë. Po është gjë tjetër. Po flas për komentuesit, po flas për opinionin publik. Dhe ka qarkulluar kaq shumë lajmi i Macronit, sa që po i Macronit sepse flasim për një individ i cili përfaqëson një nga superfuqitë e botës, Franca, dhe jo do si do, në një kontekst politik shumë problematik, në të cilën në subkonshin e secilit, dhe jam e bindur për këtë, zhvillohet ajo ideja që nëse ky individ, kjo figurë që po vendos fatin, a do të shkojë në luftë një Europë e tërë, e cila armatoset, e cila pret buxhetin e shëndetësisë, pret buxhetin e arsimit, pret buxhetin e mirëqenies sociale dhe i çon për luftë, e rre gruaja në shtëpi, gjithsecili thot i sekond se çfarë jo në sy të botës, ç'a në shtëpi. Jo, e re gruaja. Tani varet se ka qenë ai moment, ne po gjykojmë, ne po gjykojmë dhe një moment shumë të shkurtër, apo jo? Jo, nuk është një moment i shkurtër, sepse reagimi më passhëm i Brigidës, i mamit, bashortes, mami, zyshës, po jo, të gjitha ashtu është. Të gjitha bashkë. Është gjithë kompleksi e dipit aty. Figura poliedrike e gjithë kompleksin e dipit. Është e tillë në të cilën vazhdon qëndrimi i saj, pavarësisht se ka kamerat. Ai prap mundohet të ruaj Francën, të ruaj fytyrën e Francës në ato momente, nuk është figura personale e tij, se po zbret shkallë presidenti i Francës. Është një qëndrim për të vlerësuar. Në një shtet, pati iku ky, Macroni e bëri detyrën e vet. Ajo vazhdon në qëndrimin e saj, e cila refuzon të rimarr kontrollin e vetvetes dhe vazhdon me inatin e gruas. Pse tash ne njohim inatin e gruas që është më e furishme se e 100 burrave po që puna apo dhe 1000 burrave. Por është një fenomen që ndodh dhe fakti që ka ndodhur publikisht në këtë drejtim. Nuk është se ka ndonjë dallim, por morëm në paralelizëm situatën e Trumpit me bashkëshorten e tij. U mor La Repubblica, u morën të gjitha The Sun, të gjitha mediat ose gazetat e shtypit të shkruar barbotrore, duke analizuar diçka që Francën, jo individi, nuk më lidhet më me individin, është figura e shtetit, ka më të fuqishme që ai përfaqëson, më fal, prit, një sekond. Zhbëhet. Në qoftë se Francën nuk e përfaqëson Brigitte. Jo Brigitte, Macron. Francën e përfaqëson Emmanuel Macron. Për Macronin po flasim. Dhe në qoftë se flasim për ulje apo për ngritje, pikërisht aty e ka lartësuar Francën Emmanuel Macron, sepse me gentilesën e tij ai nuk reagoi. Po s'kishte se si nuk ka një burr francez, një burr italian, nuk reagon. A e mban mend? Por ne nuk e dim çfarë ndodh aty. Trumpi bënte këtë lëvizje te Melania kur donte i kapte dorën i bënte këtë. I bënte këtë. I bëri 3 herë kështu. Po, i kemi parë, i ka bërë 3 herë këtë. Po, i ka bërë 3 herë këtë. Pra, ka qenë e kundërta, prit. Ka qenë domethënë ai tregoi maskilitetin e plot. Kurse këtu, okej, më të shikoj, them unë shpeshherë me shaka, dakord, në rregull. Po, me qenë se përmendë shtetin francez, në fakt, ai aty lartësoi demokracinë franceze. Jo, e ka lartësuar, jo. Për pjesën etike. Po, sigurisht, po patjetër. Ai është presidenti i Francës. Ai nesër merr divorc, po vazhdon të jetë presidenti i Francës, nuk është Brigitte.